أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falenderimet lavdrimet janë për Allahun xhalla xhelaluhu, salatet selamat për shëndetet duat lutjet tona më të mira më të dashura janë për më të dashurin e gjithë pejgamberëve të Zotit, vullën e gjithë pejgamberëve Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastërt, sahabët shokët e tij të ndershëm, dhe lutjet tona shkojnë edhe për gjithë pasuesit e sunetit të tij të pastër deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, në vazhdim e disa ligjëratave të shkurta në lidhje me Ramazanin dhe rregullat që kanë të bëjnë me këtë muaj të bekuar, të zgjedhur nga ana Allahu Teala, sot do të flasim edhe disa gjëra që ka të bëje me muajin e bekuar të Ramazanit, ku do të ndalemi në disa prej gjërave që e prishin muajin e Ramazanit, dhe pasi që veç jemi në 10 e fundit të këtij muaji të bekuar, do të flasim edhe në lidhje me natën e Kadrit dhe vitrin Sadakatul Fitr. Gjërat që e dëmtojnë apo e prishin agjerimin janë të shumta. Një kryesorja do të dimë se agjerimi është abstenim për ushqimit, pirjes dhe raporteve intime bashkëqortore. Dërsa nëse njeriu ushqehet, han diçka apo pin, përëzojmë ujë apo ndoj pije tjetër të lejume, kjo e prish agjerimin. Nëse të ngranurit apo të pirit është i qëllimshëm, kjo e prish agjerimin. Prandaj edhe duhet të kompenzohet pas muajit të Ramazanit. Ndërsa nëse han dhe pin prej harresës, duke mos ditë që je i agjerueshëm, ka mundësi që ditët e para të Ramazanit, sidomos, ka mundësi që njeriu harron që ka fillu muaji i bekuar i Ramazanit dhe han apo pin diçka prej ushqimeve të lejume, atëherës nëse është bërë prej harresës nuk e dëmton apo nuk e prish agjerimin. Por nëse qëllimshëm e prish, po qoftë edhe thithja e tymit duhanit me qëllim, këto e prishin agjerimin dhe ajo duhet të kompenzohet pas kalimit të Ramazanit dhe konsiderohet prej mëkateve të mëdha. Dërsa nëse bëhet pa qëllim, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse ha dikush dhe pin prej harresës, atëherë le të vazhdojë me plotësu agjerimin, sepse Allahu është ai i cili e ka ushqy dhe i ka dhënë për të pi. Hadithi është e Buhariu dhe Muslimi. Mëshira Allahu Teala, që ndoshta njeriu pa vetdije ka ngran apo ka pi, Allahu si i gjithë mëshirshëm që është, mëshirues ndaj robërve të vet, ka mundësi që ta bëje një gjë të tillë për robën e tij dhe t'i jepë ushqim dhe pije, ta ushqen ai veten pa vetdije. Andaj nëse gabimisht e ke prish agjerimin, mos gabo me e prish, me mendu se tu prish agjerimi asaj dite, vazhdo, mirë po ti e din niyetin. Nëse dikush të shet të hongër dhe të pi, ti e din a i ke bo nga harresa apo i ke bo me qëllim. Nëse i ke bo me qëllim, ta din se është agjerim i prishur. Por nëse ti e din momentin e ushqimit, a është bo nga harresa apo është bo me vetdije. Nëse i ke bo me vetdije të prishat, ndërsa nëse ka ndodhur që i ushqy pa vetdije, atëherës vazhdoje për arsye se ka qenë mëshira Allahu Teala për ty, që të ka dhënë me ushqy dhe me pi dhe nuk e ke agjerimin e prishur. Për gjërave tjera që e prishin agjerimin është
të vjellurit e qëllimt. Për shembull, e mundon, ka mund dhe i vije me vjell, dhe ky i ndihmon, i shtin gishtat, e provokon të vjellurit, kjo e prish agjerimin dhe duhet të kompenzohet. Dhe nëse ka qenë i smund dhe ka qenë në gjendje të tillë që është detyruar me e prish agjerimin, nuk është mëkat tek Allah Azza wa Jall. Mirëpo, nëse ka ardhur të vjellurit si reakcion i mbrëmshëm, pa u provoku prej teje, atëherë nuk prishet agjerimi. Për shembull, ka mundësi që ka ngrënë shumë në syfyr, edhe kur don me fal namazin e sabahut, ka mundësi që lukthi e qet të pricën, edhe e vjell, nëse ka qenë pa provokim, le të vazhdojë agjerimin për arsye se nuk është dëmtu agjerimi i tij. Agjerimi prishet nëse është të vjellurit e qëllimshëm. Se thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, nëse dokont e mund vjella, ai nuk e ka obligim ta kompenzojë atë ditë. Dërsa kush vjell qëllimisht, ai duhet ta kompenzojë atë ditë me një ditë tjetër pas muajit të Ramazanit. Dhe hadithin që e citova e transmeton Abu Davudi, Tirmidhiu, Ibn Majah dhe Imam Ahmeti. Dhe hadithi është me senet të vërtet. Dhe thot, vetëm në të vjellurin e qëllimshëm ka kompenzim. Për gjanave tjera që e prish agjerimin është ajo e cila ka të bëjë me botën apo me gjenin femrore. Lehonia është për gjanave që e prish agjerimin. Për shembull, ka qenë shtatzane dhe ka qenë agjerueshme, duke agjeru. Mirë po, i ka ardhur koha e lindjes, gjatë ditës, gjatë kohës kur kjo është e agjerueshme, nëse vije deri te lindja, i prishet ajo ditë, dhe po ashtu edhe çështja e të përmujshmëve, që është dukuri normale te gratë apo menstruacioneve, nëse i vijnë menstruacionet, o qoftë edhe pak para perëndimit të dillit, pak para përfundimit të ditës, femnës i prishet ajo ditë dhe duhet ta kompenzoje. Gjatë ditëve kur është femna me menstruacionet e saj, e ka të ndaluar, e ka haram me agjeru bashkë me muslimanët e tjerë. Mirë po, atë duhet me e kompenzu, insha Allah, pas të përfundoje agjerimi. Është interesant, për shembull, sikur që tregon Aisha radiallahu anha, thot, gjatë ditëve të menstruacioneve, urdhëroheshim me i kompenzu ditët e agjerimit, por nuk urdhëroheshim me i kompenzu namazet e humbura. Namazet të cilat mundet me i fal femna në ditët e saj të përmushme të saja, ato namaze nuk pytet për to, dërsa për agjerimin pytet dhe duhet me i kompenzu. Hazreti Aisha radiallahu anha thot, i kam kompenzu ditën e agjerimit të humbur deri në muajin Shaban. Andaj edhe kompenzimi si bëhet, kompenzimi bëhet, do më thonë, gjatë tër vitit e ke hapësirën me i kompenzu ditët kur ke qenë i smut, apo kur ka qenë femna në ditët e saj të lehonis, apo edhe menstruacioneve. Nëse ke qenë rrugtar dhe i ke prish ditën e agjerimit, e kompenzo me një ditë pas Ramazanit, ke qenë i smut, apo je detyru me marë infuzion, që po ashtu është prej gjërave që e prishin agjerimin, infuzioni që është ushqim venoz që merret nëpërmjet venave, edhe kjo e prish ushqimin. Ilaçi, injekcioni nuk e prish agjerimin, se thash ushqimin, nuk e prish agjerimin, ndërsa injekcionet ushqyese, infuzionet, kjo e prish agjerimin. Dërsa kompenzimi bëhet gjatë periudhës një vjeçare. Deri në Ramazanin e ardhshëm,
ti ke mundësi me e kompenzu, sikur që tregon Aisha radiallahu anha, e cila thot, i kam kompenzu ditët e humbura në muajin Shaban të vitit tjetër. Muaji Shaban është muaji paraprak i muajit Ramazanit. Një muaj para Ramazanit, muaji quhet Shaban. Do thot 11 muaj ka qenë periudha e pritjes të Aisha radiallahu anha derisa i ka ardhur koha me i kompenzu ditët e humbura. Prandaj, nuk është kusht në ditët që duhet me i kompenzu me qenë ato të radhitura, po e zojmë 5 ditë, 6 ditë, femra s'ka pas mundësi me agjeru, për shkak menstruacioneve të saja, dhe kur dënë me i kompenzu, ka mundësi me i bë kompenzimin e lidhur, rresht ditët e kompenzume, dhe po ashtu ka mundësi me i nda. Po e zojmë këtë muaj një ditë, muajin tjetër një ditë, apo mas 2-3 muaj një ditë tjetër, do thot nuk kushtëzohet në kompenzim kontinuiteti apo vazhdimësia e ditëve. Mirë po, mundet me i nda ditët e kompenzimit qoftë për shkaqet e lehonis, qoftë për shkaqet e kësaj menstruacioneve, sëmundjes, rrugës, të gjitha këto ditë mundet me i kompenzue edhe ndarazi deri në ditën e parë të Ramazanit të vitit të ardhshëm. Do thot është lehtësim prej anës së Allahu Teala. Për gjërave tjera që e prishin agjerimin janë edhe marrëdhëniet intime bashkëshortore. Nëse bëhen marrëdhëniet intime bashkëshortore, këtu kemi të bëjmë edhe me mëkat, edhe me prishje të agjerimit dhe kompenzimi është më i rëndë. Për arsye se Allahu Teala në këtë çështje ka parapa normë pak më rigoroze për ata të cilët shkelin në shejtrin e ditëve të Ramazanit, me epshin e vetë. Ramazani një prej qëllimeve të saj, thotë Allahu Teala, la'allakum tattaqun, është që të jeni më të devotshëm, në pastron, në bën më disiplinushëm, më të respektuar për orarin dhe për mbajtjen nga epshet që i ka njeriu në ditën e përditshmërisë të tij, qoftë në çështje të ushqimit, pijes apo raporteve intime bashkëshortore. Sa më këtu na ka eduku. Dhe është edukimi mirë, për shembull ti mundesh me u paraqit para njerëzve që jeto shku në haxh, që jeto dhon për i Zotit, që jeto fal namazin, mirë po kreta këtu ka mundësi me u përzi riaja apo syfatësia. Dhe sa në çështjen e agjerimit, kjo vërtet është e pastër vetëm për hir të Allahut Teala. Se ti kur je vetëm, kur je vetëm, ke mundësi me e prish agjerimin tënd me ushqim, ke mundësi me e prish agjerimin tënd me pije, me po ti këtë nuk e bën, për shkak se e respekton urdhnin e Zotit. Dhe kjo është disiplinim i yni. Edhe kur t'jem vetëm, unë vazhdoj me qëndru besnik madhrisë së tij, Allahut Azza wa Jall, prandaj edhe Allahu e jep edhe shpërblimin e madh për këtë muaj. Prandaj edukohemi nëpërmjet agjerimit. Ai kush e prek këtë shejtri të agjerimit, atëherë edhe kompenzimi është më i rëndë. Për shembull, ka një njeri kod pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe ka thënë ja Rasulullah, fa jem shkatru, marova. I tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, çfarë ndodhi, çfarë të ka shkatru? Tha, kam bë marrëdhënie me gruan timen tu qenë i agjerueshëm. Atëherë i pyeti Muhamedi alayhi salatu wassalam, dhe këtu jemi te renditja e mënyrave se si duhet mu kompenzu me Zotin për këtë mëkat të madh. Qysh me shpagu njëri gabimin që e ka ba. I tha Muhamedi alayhi salatu wassalam, a ke rob, a ke sklav? Nëse e ke, do të me liru. Kompenzimi i asaj, i ati aktit çka është, në një tha, me pas rob, do të me kompenzu. Tha jo, nuk kam. Atëri tha Muhamedi alayhi salatu wassalam, a mund të agjerosh 2 muaj rresht. 2 muaj rresht, pa pauz. 2 muaj
i hyn edhe 60 ditë i agjeron në formë të kompenzimit të asaj dite që e ke prish me marrëdhënie intime. Tha nuk mundem. Ishte i plokësht për ka shëndeti. E tha, a je në gjendje që ti ushqen 60 të varfën? Tha, jo ja Rasulallah. Atëherë i tha pejgamberi a.s. Ulo këtu. Atëherë u organizun sahabët shokët e pejgamberit a.s. dhe i sollën Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam një sepet, një kosht të madh me hurma. Pejgamberi a.s. e mur dhe ja dha këtij burrit dhe i tha, ndaj sadak në emër të kompenzimit të gabimit që ke vepruar. Mirë po ky ishte i çuditshëm me një anë ky sahabi. Tha ja Rasulallah, nuk ka më të varfën se unë. Edhe ishte i varfën, edhe ishte jo i shëndetshëm, dhe në fund i tha pejgamberit a.s. kur e mur sepetin me hurma, ai nuk kishte kur gjon shtëpit ti. Vetë qatë grua dhe aty në s'ka nejt urt me tëne. Dhe i tha pejgamberi a.s. merë dhe shpëndaj për fukarat. Tha, nuk di dikush që është ma fukara se une mes këtyne dy maleve ja Rasulallah. Atëherë pejgamberi a.s. qeshi, deri sa ju pan edhe dhamt, se ka qenë zakonisht i busqeshë pejgamberi a.s. nuk ka qesh me zot të lartë, të madh. Mirë po, ka pas rastet më të ralla, kur është patu qesh pejgamberi a.s. përveç busqeshës që e ka pas si në vazhdimsi, janë hapit nëse e kanë pa najherë dhamt që pe i qelë pejgamberi a.s. nga qeshurit. Atëherë i tha pejgamberi a.s. merri pra këto hurma, shko dhe ushqeje familjen tënde me to. Prandaj është më rëndësi me ditë që kompenzimi nëse bën marrëdhëniet intime, bashkëshortore, duke qenë i agjerueshëm gjatë ditës, nuk është fjala mas iftarit deri në kohën e hyrjes së ndalesës, kur fillon agjerimi në kohën e agut hershëm të mëngjesit. Nëse në atë periudhë kohore njëri bën intimitet bashkëshortor, kjo është e lejuar fetarisht. Mirë po, periudhën kur je i agjerueshëm është ndalesë. Dhe nëse e shkel me qëllim, këtë ndalesë atëherë obligohesh me kompenzu. Sot sklav nuk kemi, atëherë çka 60 ditë duhet me i kompenzu, plus ditën e humbur 61 ditë duhet rresht me agjeru për me i kompenzu ditën e humbur. Nuk është lehtë kompenzimi i kësaj, Zoti na ruaj që mos të bëjmë gabime të tilla. Sa i përket 10 vjeçit të fundit, e kemi elhamdulillah një mundësi të mirë që në ditët kur veç jemi në këto 10 e fundit, atëherë duhet të mundohemi me kërku një natë e cila është lavdëru për anës Allahu Teala dhe për anës e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ajo është nata e Kadrit, që Allahu Teala e ka lavdëru natën e Kadrit në Kur'an, ka zbrit sure me emrin e natës e Kadrit, inna anzalnahu fi lejletil Qadr, ne kem zbrit Kur'anin në natën e Kadrit, wa ma adrak ma lejletul Qadr, e adenti që është nata e Kadrit, lejletul Qadri khejru min elfi shahr, nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj, që i bie diku 83 vite, 2-3 muaj. Është të thotë jashtëzakonisht i vlefshëm, e vlefshme kjo natë. Nata më e mirë e vitit, që është baraz me mbi 83 vite adhurim. Dhe është nata kur ka fillu zbritja e Kur'anit. Muhamedi alayhi salam kur i ka ardhur shpellën Hira, shpallja për herë të parë, ajetet e para, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, lexon emrin Zotit tënd i cili të krijoi, i ka ardhur në shpellën Hira, periferi të Mekës, ka qenë nata e Kadrit, ka qenë muaji Ramazan dhe ka qenë nata e Kadrit. Është natë në cilën zbresin melaqet në krye me Gjibrilin alayhis salam. Para mendo, po na vinë mysafirët prej qiellit në krye me
melekun e zgjedhur të Allahut Teala që i ka kontaktuar të gjithë të zgjedhurit Allahut mesin e njerëzve, i zgjedhur i banorëve të qiellit, i ka kontaktuar të zgjedhurit e banorëve të tokës që janë pejgambert e Zotit, çdo nat kadrit zbret me melaqet tjera dhe luten për besimtarët, për agjerusit, për ata të cilët falin namaz të teravive, për ata të cilët kërkojnë falje, e lusin Allahun Teala që Allahu t'i mëshiroje dhe t'i liroje prej zjarit të xhenemit. T'i amnestoje, më mirë të themi, nga zjari i xhenemit. Dhe çdo natë ne e dim që në Ramazan Allahu Teala amneston njerëz nga zjarri i xhenemit. Jo i nxjerr, i ruan, po i amneston. Faktikisht këta njerëz kur nuk futen në zjarr. Dhe Allahu Teala u vlerëson agjerimin që e kanë bë. Prandaj është natë e madhe që atë natë me na zbrit banor të qiellit, melek të zgjedhur të Allahu Teala dhe me u lut për rob të zgjedhur të Allahu Teala, banorët e tokës të cilët e besojnë Zotin e tyre, pejgamberin e tyre, besojnë dhe kryejnë urdhnat që kanë ardhur prej Zotit të tyre, e mesin e tyre e kryejnë edhe këtë obligim madhor sikur që është agjerimi. Këta melek lutën për këta njerëz që Allahu Teala t'i fale. Prandaj Hazreti Aisha radiallahu anha e pyeti pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe i tha: "Ja Rasulullah, nëse e kërkoj unë dhe e gjej natën e Kadrit, çfarë të them unë natën e Kadrit?" Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Thuaj Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." O Zoti im, ti je falës, e don faljen, më fal. Me lut Allahun Teala. O Allah, ti je falësi. Për emrave të Allahu Teala. E don faljen, më fal. Allah na i falt inshallah mangësit, gjunahet tona. Allah na i falt çdo gjunah që dim dhe nuk e dim, dhe Allah na i dhash të mirat e kësaj dhe botës tjetër. Zoti na i dhash pasardhësit e hajrit, fëmijët tonë, fëmijët e fëmijëve tonë, e ashtu radhazi, Zoti mos na bëf për atyne që në gjeneratën tonë këputet zinxhiri i adhuruesve të Zotit. Andaj nata e Kadrit duhet kërku, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, në 10 ditën e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit dhe atë në netet tek 21, 23, 25, 27 dhe natën e 29. Dhe ka edhe cilësitë e veta. Tash, a është nata e 27, apo është 23, apo 25, nuk e dim. Më tepër anohet ka nata e 27, por nuk është kusht që të jetë natën e 27. Kanë thënë dietarët, ka mundësi që të lëvizë gjatë këtyne 10 netëve të fundit në mënyrë që njerëzit të jenë të lidhur me Zotin e tyre më tepër dhe t'i kalojnë netët në adhurim, në kërkim falje tek Allahu Azza wa Jall, e jo në kalimin e kohës kot sa koti me programe televizive edhe me huq mikpritjen e atyne mysafirve të mëdhenj që na vinë prej botës qellore të lartë, sikur që janë melaqet e Allahut Azza wa Jall. Po të vinë melaqet në tokë, për më lut për ty, e ti pa e kalon kohën kot sa koti dhe nuk po merresh me ibadet, me namaz, me lexim të Kur'anit, me kërkim falje të Zotit, që Allahu Teala me ta bë kaderin e mirë, me të dhënë një fat të mirë gjatë vitit në cilën kemë me hy pas Ramazanit dhe muajt dhe vitet e ardhshme. Vense me u lut, ti e kalon kohën kot sa koti. Melaqet e qiellit vinë me u lut për ty, ti nuk lutesh për vete dhe të shkon kot diçka që ke mund shumë me fitu prej asaj. Cilat janë shejat e natës Kadrit? Nata është e qetë, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. As e nxehtë e as e ftoftë, ndërsa mëngjezi i saj dielli lind pa rrezatim, sikur me qenë një tas.
shembull njerëzit të cilët e shiqejnë lindjen e diellit, shumica e trive të ne sot, shumica dërmuese as nuk e dinë në fshatën e tyre, në qytetin e tyre se ku lind dielli. Na kanë mësuar civilizimet e kohës në cilën jemi duke jetuar dhe të ndikuar prej filmave dhe rrjeteve sociale, mendojmë se është romantizëm vetëm me pa perëndimin e diellit. Përkundrazi, perëndimi i diellit është periudhë, ka thënë pejgamberi alayhis salam, futni fëmijët e juaj në shtëpiat e juaja, mos i lini në atë kohë me dalë jashtë, për arsye se shpërndahen gjend shejtanët në kohën e perëndimit të diellit. Derisa ne i shohim ata bashkë mund kohën e perëndimit të diellit dalin dhe në emër të romantizmit dojnë me pa se si po perëndon dielli. Në Islam, lindja e diellit është ajo e cila është më rëndësi për arsye se edhe merr vesh edhe natën e Kadrit, se a ka qenë apo nuk ka qenë nata e Kadrit. Prandaj nata është e qetë, as e nxehtë, as e ftoftë, dhe po ashtu dielli lind sikur të ishte tas dhe mundet me u përcjell lirshëm. Mund ka ndodhur me pa diellin të del pa rreze të diellit dhe ka qenë gëzim kur e din se ajo natë në cilën ti e lut, elhamdulillah, ka qenë natë e Kadrit dhe shpresojmë inshallah taala, Allahu taala të na mundsojë që ta shfrytëzojmë si është më së miri natën e Kadrit duke kërku falje prej Allahut taala. Po ashtu, dhe që në fundit Muhamedi alayhis salam ka bërë edhe itikaf, është mbyll në xhamin e tij dhe nuk ka dalë me pas kontakt me botën e jashtme. Dhe këtë ka bërë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe pse e ka pas shtëpinë e ngjitur për xhamin e tij, ka lënë gruan e tij dhe ka lënë gratë dhe ka hyrë brenda xhamisë dhe është përkushtuar vetëm në adhurimin e Zotit të tij. Prandaj nga suneti i pejgamberit alayhis salam është që të bëhet itikafi dhe Muhamedi alayhis salam e ka bën xhamin e tij në Qabe, apo ka fol për itikafin që është mirë me u bë në Qabe, që është mirë me u bë në xhamin e tij në Medinë apo në Mesjidi Aqsa. Allahu e liroft prej zgjedhjes së zullumçarëve dhe na mundsoft inshallah vizitën e saj dhe gjithë muslimanëve. Prandaj itikafi ka qenë një traditë e pejgamberit alayhis salam që 10 e fundit të Ramazanit është izolu nga bota e jashtme, nga gratë e tij, nga tregtia, nga normaliteti ta quaj i rutinës së përditshme njerëzore dhe ai është përkushtuar vetëm adhurimit të Allahu Teala. Dhe Aisha radiallahu anha tregon, thotë, ja lasha kokën pejgamberit alayhis salam dhe fuste kokën, trupin e kishte në xhami, ndërsa pse ishte dhoma e lidh me xhamin, thotë e fuste kokën Resulullah sallallahu alaihi wasallam brenda, unë ja krihja flokt ose ja laja kokën pejgamberit alayhis salam. Dhe sa dalja prej itikafit lejohet për kryerjen e nevojave elementare, qoftë nevojë fiziologjike, marrje e abdestit, apo nëse nuk ka dikush që e furnizon me ushqim, mundet me dal edhe me e marr ushqimin e tij. Gratë kanë ardhur dhe kanë vizitu pejgamberin alayhis salam duke qenë në itikaf. Ka ndodhur që edhe ka pas për tyne që kanë ardhur dhe bashkangjit pejgamberit alayhis salam në kohën kur ka qenë Resulullah sallallahu alaihi wasallam në itikaf. Edhe Hazreti Aisha e ka praktikuar një gjë të tillë dhe është e lejuar që edhe femrat munden, sikur që ka Aisha, e ka bën një tent, një shator të vogël brenda hapësirës së xhamisë, që mos me qenë e ekspozuar me parasyve të tjerëve dhe është përkushtuar në shtëpitë e Zotit në adhurimin e Zotit të saj. Prandaj Safia, gruaja e tij, e ka vizitu pejgamberin alayhis salam, Zainabia e ka vizitu Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, Aisha edhe gratë tjera e kanë vizitu pejgamberin alayhis salam gjatë kohës kur ka qenë në itikafin e tij. Dhe një gjë po ashtu shumë me rëndësi është dhënia e zakatul fitrit
në këto 10 ditët e fundit që është obligative për çdo musliman që ka agjeru. Dhe duhet i zoti shtëpisë, burri i cili është përgjegjës për familjen e tij, me dhënë vitër për veti, me dhënë vitrat për gruan e tij edhe për fëmijët e tij që i ka nën kujdesin e tij. Nëse i ka fëmijë që fitojnë dhe nuk jetojnë me tëne, ata i japin vitrin për vetë. Mirë po, nëse janë nën për kujdesin e babës, jetojnë me një shtëpi dhe ky është kujdestari i tyre, atëherë jep për çdo njërin prej tyre. Jep. Dhe thot për gjallit, për vdekurit, nuk kemi argument edhe për të palindurit. Nëse është gruaja shtatzan, ka prej dietarëve që e kanë pëlqyer që edhe për atë fëmijë që është gruaja shtatzan me të dhe është në pritje, është mirë që edhe për ta, por jo obligative për tillin. Çfarë kanë dhënë? Nëse merret parasysh llojet e ushqimeve që kanë qenë kohë pejgamberit alayhis salatu wassalam, për shembull Muhamedi alayhis salatu wassalam ka dhënë një sa diku rreth 3 kilogram me peshën, apo 3 e diçka kilogram me peshën që sot e kemi si njësi të matjes. Në atë kohë ka qenë një enë në cilën me ta i kanë matë grunin, elbin, orizin, rushin e thatë, hurmat, dhe thot me sa. Prandaj e ka bo obligim, thot Abdullah ibn Omeri, pejgamberi sa me ka bo obligim zekatin e fitrit, një tas me hurma ose një tas me elb, për çdo njeri që është rob apo i lirë. Jo vetëm të lirët, po edhe nëse ka sklav që është nën sklavrin e këtij, ky duhet me dhënë edhe për sklavin e vet, jep zekatin e fitrit të tij, për mashi, për femra, për të mëdhej, për të vegjël, për gjithë jepet. Dhe ka thënë pejgamberi sa duke folur për urtësinë, pse jepet, ka thënë Ibn Abbasi, pejgamberi alayhis salam e bëri obligim zekatin e fitrit si pastrim për agjerusin nga fjalët e kota dhe ofendimet, si dhe qëllimi është që me i ushqy të varfërit. Andaj preferohet, do të thotë, bile shumë prej dietarëve të hadithit e kushtëzojnë që patjetër duhet me qenë dhënia e vitrit me ushqime që i ka përmend pejgamberi alayhis salam. Për shembull, në vendin tonë hurma nuk kemi, lloj të kosit thatë, sigur që kanë dhënë kur pejgamberi sa nuk kemi. Mirë po, te ne për shembull kemi grun, kemi mill, mundet që me këtë me i gëzu nevojtarët që me e dhanë, me po kur është koha e nxjerrjes së zekatit fitrit, 2 ditë apo 1 ditë para natës, para namazit të Bajramit. Do thotë, kështu ka bo Abdullah ibn Omeri dhe sahabët. Qëllimi është me i gëzu fukarat që sofrat e tyne mos me qenë të zbrasta. Kur gëzohen musliman, duhet me u gëzu të gjithë. Jo unë e kam, dërsa ata të tjere që nuk kanë, ata ne mos me pas mundësi me pas ushqimin ditën e bekume të Bajramit. Prandaj, çështja e parave është çështje diskutabile në mesin e dietarëve, preferencën e kemi gjithmonë tek ushqimi, me ndajt besnik urdhave të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Prandaj bën grun me dhanë, bën edhe mill me dhanë për çdo person që i kemi. Për shembull, me 5 antar, po e zojmë një thes millit tek ne është 25 kg, është më se e mjaftueshme që me e marrë dhe me ia dhënë një nevojtarit, fukara, dhe në këtë mënyrë e kemi shpagim për fjalët e kota apo ofendime që kemi mund me ofendu njëri tjetrin, edhe çdo lëshim që i kemi bë me gjuhën tonë në agjerimin tonë është një kompenzim, inshallah, që Allah me na e pranua agjerimin të plot dhe pa mangësi. Allah na e pranoft, inshallah, agjerimin tonë dhe Zoti na e mundsoft, inshallah, që të presim edhe shumë
Ramazana të tjerë, sikur që kanë thënë dietar, nëse i vdekurit do të ishte pyet se çka kishe pas qef me kompenzu për ditëve të dynjas, çat ka me të marak, sigurisht se kishte me lyp një ditë të Ramazanit që me fitu shpërblimin e madh që ka. Allah na e pranoft agjërimin ton, namazet tona, duat, lutjet, adhurimet tona, leximin e Kur'anit, dhe gjdo të mirë prej sadakaz, vitrit, zeqatit, apo gjdo mirësi tjetër që e kem ba, Allah na i pranhoft, jo vetëm këtë muj, po gjatë jetës tonë, rrugtimin tonë, drejt Zotit tonë, e inshallah, Allah e na mundësal mu taku në gjennet bashkë me pejgamberin alayhis salam dhe me pejgamber tjerë të zgjedhur të Allahut Teala, ditën e gjykimit dhe me prindërit tonë, me familjarët tonë, dashurit tonë, pasardhësit tonë, evladët tonë dhe me gjithë muslimanët kudo qofshin ata. Allahu rujt dhe mbeqi në për kujdesin e Zotit dhe deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.